Nga Selaniku, drejtuesi politik i Partisë Socialiste për Diasporën, Tauland Balla, ju drejtua me një thirrje të qartë shqiptarëve që jetojnë në Greqi lidhur me procesin e votimit nga jashtë vendit. Drejtuesi i PS-s për Diasporën u bëri thirrje të gjithë atyre që e kanë marrë tashmë zarfin me votën që të mos humbasin kohë dhe ta dërgojnë menjëherë drejt Shqipërisë. Ai gjithashtu ju kujtoi atyre që ende nuk e kanë marrë zarfin se ku duhet të drejtohen për ta marrë. Dashur bashkëdhetar në Selanik dhe në gjithë Greqinë, dua t'ju kujtoj që mbeten edhe 72 orë në dispozicionin tuaj për të dërguar zarfin drejt Shqipërisë. Është një moment i rëndësishëm, është një moment historik sepse për herë të parë u mundsua vota diasporës, prandaj ju që e keni marrë tani më zarfin, duhet të mos humni kohë dhe ta dërgoni atë në zyrat e DHL, Spidex, Kurier, sepse është shumë e rëndësishme që të kapet afati përcaktuar në kodin zgjedhor, pra deri të dielën në orën 19 zarfa duhet mbërrinë në Shqipëri dhe duhet i lëmë kohë DHL-s që t'i sjellë. Ndërkohë ju që nuk e keni marrë ende zarfin, ju lutem, shkoni në zyrën më të afërt të DHL-s për të gjetur se ku ndodhet zarfi juaj. Kjo thirrje vjen në ditët e fundit të një procesi ku për herë të parë në historinë e Shqipërisë diaspora ka mundësinë të japë votën e saj për fatin politik të vendit.